Të thoja tjetër që në të video, për ndrova se jam shumë emocionuar. Jam me Vanthi, Pango, Eva, është tëra e parë që unë nuk marrë pjesë të marshimin natës, për arsye se kam vrarë këmbën, po kjo është pjesa ime personale. Unë jam një nga protestuesit më të flakta në këtë kauz. Dhe kur e nisëm marshimin e darkës, në fillim ishim një grup shumë i vogël, po jo ndjek live tani, po ndek kam shumë emocione. Kur e nisëm ishim një grup shumë i vogël, edhe tani është bërë një pjesë shumë e madhe e Tiranës që po marshon. Duhet dali gjithë Tirana në marshim për revolucion. Revolucion! Revolucion! Nuk duhet ndalojmë. Nuk duhet lejo struktura, nuk duhet lejo kufizime, nuk duhet lejo grup organizator. Pavarësisht se kush e mban atë protest ditën, kush vjen, unë nuk e kam idenë, unë jam protestuese lirë, unë vi me shpirt, kam dhe shpirtin dhe do jap shpirtin atë protest. Pavarësisht se kush e mban mikrofonin, pavarësisht se na përzin, pavarësisht se s'na lën, sa herë s'na lën, pavarësisht se na vendosin kufizime, ne do vazhdojmë, gjithë protesta do hapet, në mos ditën natën, nuk do ndalojmë, mirë është mos ndalojmë fare, mos ndalojmë, ne nuk kemi dalë për të tallur. Unë kam, në ditë nuk shoh familjen time, se kam qenë ditë natë në këtë protest. Është e parë që nuk marshoj dhe unë jam shumë aktive, ju e dini, sa aktive që jam protest. Nuk duhet ndaluar, unë me gjitha të, unë prapi përgëzoj grupin organizator, apo çfarë janë, që mbajnë gjatë ditës kontrollin e gjëst, protestës dhe forcat që pajtojnë bodyguard, sigurime çfarë janë, nuk kam iden fare, ti jem pak më cilëshëm me njerëzit, se nga këto kemi vujt. Unë nuk e di kush jam, koha do t'rregoj çdo gjë, kush ka qenë i sinqert dhe kush nuk ka qenë i sinqert në këtë kaos. Duhet lënë secilit thotë fjalën e lirë, secilit flasë, secilit protestoj. Si të doj, protesta është, këtë do bëj analizë në video sot, por kam shumë emocione për forma të protestës. Nuk ka nevojë për asnjë lloj forme. Çështja ime është që kam pasur përplasje që në fillim, më kanë ftuar që natën e parë organizatorët në një mbledhje, kam pasur përplasje që në fillim me ta. Çështja ime është lërini njerëzit të protestojnë si të duan. Unë protestoj si të dua, unë e kam treguar që në fillim këtë. Unë, Eva, protestoj si të dua. Unë nuk kam dalë aty, as 3 shkollë riedukime, unë shkollën time kam mbaru, kam qenë studentja më e mirë, qeveria këtij zotrisë Edi Ramës më ka dhënë rrugë, me ligjin e arsimit lartë. Unë nuk kam dalë aty të tregoj as edukatën tregoj shtëpinë time, familjen time, punën time, komunitetin tim. Nuk kam dalë të tregoj edukatën aty. Ndjeni zemërim, nxirreni. Doni shani, ç'është kjo mos shani, mos hidhni, shani, mos hidhni, çfarë do ofendojt ai mos shani. Shani, pse mos shani. Gjitha më çfarë ndjeni është protestë, nuk duhet të ketë kufizim, duhet nxjerrë gjithë gjëja. Do ndje presion, ai sot po tallej me ne. Si që im në tallet ai me ne. Këto zotrit që përin po bëjnë se hirë, si të njëna partisë, si të tjetra. Një nga kauzat tona është Ramamburg, Berishamburg. I ka dalë të dyve emër prap. Ta duhen e tu për tradhti të lartë ndaj adheut. Tradhti të lartë ndaj adheut. Komplota, tregti, e të tjerë, pazare në kurisë të kombit shqiptar, janë anti-shqiptar. Edhe këti që na infiltron në partijak të vetët, këti zotit Berisha, një burë shumë i vetër që unë nuk e njoh, unë kam lidh mbas 90-s, po që po mban peng gjithë opozitën e vendit. Ti thuhet, zotri, kja akoma çështje të hapura për Shqipërinë, ka dalimri prapa ndi nga jashtë, nga Haga. Për ca gjëra që janë bërë në kurisë të kombit shqiptar në bashkëpunim me shtetin serb. Për kontrabandë në armëve që është bërë me shtetin serb gjatë kohës së luftës së Kosovës,
për shkeljen e embargos të vendosur nga OKB-ja për tregtinë e armëve për furnizimin e ushtrisë serbe në dëm të ushtrisë shqiptare. Janë njerëz antikombëtar që kanë punu kundër interesave të kombit shqiptar. Ky tjetri, zotria që është pushtet, ka pafund dosje për lidhje me krimin e organizuar, familjarisht. Spaku, kur Spaku? Ku janë institucionet? Ku janë agjentët tanë bashkëpunus ndërkombëtar pro-shqiptar? Ku janë? Kur do marri fund gjëja? Sa do zgjasi kjo gjë? Ne jemi aty në rrugë. S'kemi dalë kot aty. O mos në nëzirit kulluar, se s'kemi dalë si budallenja aty, ka marrë 84 mandate. Kuj ka marrë 84 mandate? Mërë zotri, ka vjetë zgjedhjet. Unë s'kam votu. Unë s'kam asnjë njerit këtë votu. Është bojkotuar masivisht. Këtu duhen ndryshime sistemike nga fillimi deri në fund. Ndryshimet kodit zgjedhor, ndryshimet kushtetutës, heqjet klasë politike, shkrirjet partive politike që janë pjellë e Partisë Komuniste. Unë kam dalë aty për fjalën e lirë dhe shumë herë kam pas dhe debate. Nuk e di kush vendos ato kufizime, nuk është gjë e mirë. S'ka problem sot gjithë secili e gjen atë kanalen. Unë nuk kam dalë të marr protagonizmin asnjëriu aty se nuk më intereson fare, po fare. Kam dalë vetëm protestoj me gjithë grupin tim të aktivistëve, me gjithë njerëzit e mi. Jemi bërë një familje shumë e madhe që protestojnë në Marshen Dark. Sot pas ka dalë një pjesë shumë e madhe e Tiranës, mua më vjen shumë, jam shumë emocionuar se nisëm një grup shumë e vogël këtë marshimi që vazhdonim, se në fillim plani atyre organizatorëve nuk ishte për marshimin e natës, dhe ne nuk iqnim dorë në fillim, ishim një grup i vogël që vazhdonim dhe nuk donin ta mbyllim protestën. Do dalë gjithë Tiranën Marshen Dark. Do dalë gjithë Tiranën Marshen Dark, sot, nesër dhe gjithmonë. Dhe gratë dalin goca dilni goca. Gocat janë shumë forta tani, po e mbajnë të protest. Unë Eva ju përshëndes shumë, Eva Thia, edhe forca nuk është... Mos lejoni që ta këthirë aty, nuk është probleme të kërcesh, të kam kërcu dhe vetë aty, një qyter. Nuk është probleme të kërcesh Vallën Çame dhe Vallën e Shqiponjës të gjitha, i kërceju në para. Problemi është, mos në mbysin me këngë Vallën, çfarë lloj organizime po bëjë, se s'kemi vajt, kërceju në gjithë kohën, po nuk kemi vajt vetëm me kërcy. Nuk është puna të kënaqshëm edhe të harrojmë për çfarë jemi nisur. Jemi nisur të hedhim këtë klasë politike dhe diçka. Revolucioni do këlqe, do vendosmëri. Revolucioni duke mbajt proteste në kornizë nuk bëhet. Revolucioni është gjithë përfshirës, të gjithë të dalin në rrugë, si tani. Ju dua shumë dhe ju përshëndes shumë dhe forca dhe dalin.